Seanca në gjykatën e apelit ka nisur në orën 10 të paradites. Fillimisht ka qenë mbrojtja e kryebashkiakut Erion Veliej, e cila ka paraqitur argumentat e veta për të kërkuar lirimin e tij. Po ashtu ndryshim të masës së sigurisë kanë kërkuar dhe personat e tjerë të përfshirë në këtë çështje si përmarrës. Më pas ka qenë radha e prokurorëve të paraqisën argumentat e tyre në mbrojtje të qëndrimit për të mos ndryshuar masën e sigurisë si ndaj zotit Veliej ashtu dhe ndaj personave të tjerë. Kryebashkiaku arrestua me zyrën e tij në ndyshimet për korrupsion dhe pastrim parash, për të njëjtat vepra penale, por dhe mosdeklarim të pasurisë, në mas sigurie, fillimisht arrest shtëpie dhe më pas detyrim paraqitje u vendos edhe bashkëshortja e tij, ajo Laxoza. Sipas prokurorisë, provat dhe faktet e grumbulluara krijojnë dyshimin e arsyeshëm se bëhet fjalë për një sistem të organizuar korrupsioni dhe shpërdorimit të fondeve publike të shtrirë në kohë sipas një skeme të vënë në funksionim nga kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe bashkëshortja e tij. Prokurorët janë të mendimit se në qendër të kësaj skeme është pikërisht zoti Veliej, në shkrimi i të cilit ka qenë përcaktues për shpërndarjen e fondeve publike për të cilave ai dhe familjarët e tij të ngushtë kanë përfituar drejt për së drejti në mënyrë të parregullt, theksojnë prokurorët. Zoti Veliej ka hedhur poshtë në mënyrë kategorike dyshimet e ngritura ndaj tij. Në seancën e vlerësimit të masave të sigurisë pak ditë pas arrestimit, ai pati një debat të ashpër me prokurorin Olsi Dato, të cilin e akuzoi për veprime të nxitura nga interesa personale. Sipas zotit Veliej, prokurorit i është refuzuar nga bashkia leja për disa kate shtesë dhe se një fakt i tillë ka nxitur hakmarrje personale ndaj kryetarit të bashkisë. Zoti Veliej është drejtuar Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për të kërkuar nisjen e procedimit disiplinor ndaj prokurorit Dato dhe pezullimin e tij duke qenë se po vepron në konflikt interesi. Avokatët e kryebashkiakut kanë kërkuar lirimin e tij duke deklaruar se i mbahet në burgim pas një kriter ligjor si dhe duke argumentuar se kryebashkiaku nuk ka asnjë mundësi të prish provat apo dhe të largohet nga vendi për të shmangur përballjes me drejtsinë. Ata kanë ofruar për këtë dhe mundësinë e lirimit të tij kundrejt një garancie pasurore apo dhe mbajtjen e pasaportës. Arrestimi i zotit Veliej nxiti qëndrime të ashpra të kryeministrit Edi Rama ndaj prokurorisë dhe gjykatës së posaçme për shkelje flagrante të standardeve apo abuzim me pavarësinë. Sipas tij, zoti Veliej u arrestua pa gjyq dhe pa prova. Zoti Rama ka deklaruar se prokuroria e posaçme po vepron politikisht e balancuar në hetimet që ka ndërmarrë. Nga ana e tij, drejtuesi i prokurorisë së posaçme Altin Dumani, i cili është po ashtu prokurori tjetër në çështjen Veliej, është kundërpërgjigjur duke deklaruar se Spaku ka treguar se është në gjendje, në respektim të ligjit dhe të kushtetutës, të kryejë në pavarësi të plotë hetime të guximshme kundër zyrtarëve të lartë shtetëror, çka dëshmon se epoka e paprekshmërisë po lëkundet, ka theksuar zoti Dumani. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.